Një 18 vjeçare ka fjetur në shtëpinë e një shoku, po kur u zgjua, asgjë nuk ishte si më parë. Pasi largohej nga një festë, një vajzë 18 vjeçare dhe shoqet e saj shkojnë të flenë në shtëpinë e një shoku. Por ajo që e reja nuk e imagjinonte kur, ishte se do të zgjohej 3 vjet më vonë në një dhomë spitali. Ishte një natë e butë, por gjithçka ishte e gjallë me pulsin e muzikës elektronike, që i përfshiu të gjithë në një ekstazë rinore. Xhena, një 18 vjeçare plot energji, ishte në qendër të festës, e zhytur plotësisht në gëzimin e asaj feste tipike adoleshente amerikane, duke shënuar fundin e epokës së saj të gjimnazit dhe fillimin e kolegjit. Shkojmë në të gjitha festat e kolegjit dhe ndoshta do të gjejmë një mikesh dhe do të martohemi. Planifikuan ata duke qeshur, duke humbur zëri mes turmës së studentëve të tjerë që ndanin të njëjtën frymë festive. Vendi ishte i mbushur plot me të rinj që si ata pinin argëtoheshin, duke shijuar lirin që na afronte. U ngritën gota plastike të kuqe dhe u bëndolli njëra pas tjetrës për të festuar rinin e tyre. Xhena, megjithatë, filloi të ndjente efektet e eksitimit të saj disi të tepruar. Alkooli, dikur mik në festë, tani u kthye kundër saj, duke i bërë stomakun e saj në shenjë proteste. Me hapa të sigurt, ajo u largua nga turma, duke kërkuar strehim të përkohshëm pas një koshi për të vjella. Lotët u përzien me zhgënjimi ndërsa kujtoi Stanlin, dashurin e saj që nga fëmiria, i cili